Përshëndetje gjithë, mirë se vini në rubrikën time të horoskopit, horoskopi simbas Jon Avionit. Unë sot do flas për gjithë shenjat e horoskopit, për karakteristikat e tyre në shoqëri dhe në jo vetëm. Do ta vijojmë nga shenja e parë e horoskopit, Dashi. Dashi më strafi laçi është që i do të përveç faktit që është kokë derë, që do me pas drejt vetëm vetë, që do të komandoj gjithë tjerë, do të thotë gjithmonë llafin e fundit, por sigurisht që Dashi ka edhe defekte. I ngel hatri të hongër baklava, do me thonë, por ana pozitive e Dashit sigurisht që është baklavaja, baklava në qanit bën të mirë shumë. Kalojmë tek shenja 2 të horoskopit, tek Demi. Demi ka i karakteristik veçantë që po ju po për gali që të bo sherr, nuk ka burë me ndru menje që të ta e nxjerr sherrin nga dhejo, dhe për të resajon edhe bo sherr kot, sa shu i tekët, sepse zakonisht Demi ngrehet me byth mrapsh. Ana pozitive e Demit sigurisht që është bytha, pra sepse ka gjithmonë këtë byth mrapsh dhe bythën e ka shumë. Kalojmë tek shenja e tretë e horoskopit, tek binjakët. Binjakët kanë një karakteristik që sot folin një gjonë, nesër folin një gjotë tjetër, pas nesër me kismet i bëjnë dy gjërat bashkë dhe sajoni i diçka të tretë. Kanë edhe një karakteristik tjetër, dhe thënë binjakët që është shumë e veçantë, që din vetëm ato, kanë vetëm ato, hajnë vetëm ato, dhjesin vetëm ato. Ana pozitive është që hajnë atë që dhjesin po vetë. Kalojmë tek shenja tjetër, vjojmë me gaforren. Gaforja ka, se ka nej ka i defekt më gaforja thjesht ka qef me i ditë gjithë më betet se qa bëhet, nuk është intereson, po thjesht ta ketë barku, kupton, ti ketë barku, ta thashë teme. Ana pozitive është barku. Kalojmë tek Luani. Luani ka i veti shumë të veçantë. Luani më thotë 100 herë më bet, edhe kur i thu që shih se magathoni edhe më beti nuk ka problem, thotë ngjoje prapë se është histori shumë interesante. Ja i shitë zeçi Luanit, kanë edhe shprehje pasaj që thonë gjithmonë që unë këshu jam, thotë edhe nuk ndryshoj, me si dush, ha mundi ta që dhe mundi. Vijoj me Virgjë Reshën. Virgjë Resha është si Pishman Haxhiu, si Pishman Harxheliu, si Pishman në biu, ja. Me pak fjalë më, jetë shef mrapa, gjë pozitive e Virgjë Reshës është që shef mrapa, do me thëtë se ka dhe nga to që bojnë edhe nuk të kokër mrapa, e Virgjë Resha këtë mirë ka që shef, do me thëtë kontrolë, se më s'ka boj shumë, më s'ka boj pak mirë. Atëre, kalojmë tek shenja tjetër, tek Peshorja. Peshorja është mashtrus, gëjishtar, rrenc, rrenacak, hajvon, shejton, kazon, kapibidon. Ana pozitive e Peshorës, për zotin drejt me thonë, u bona të lef, dhe me thënë, pështë e nalte, pështë e nalte, për nuk i gjeta s'ka anë pozitive Peshorja, më vjen keq që kalojmë tek Akrepi. Akrepi është përdac, kopjac, uni sa kërkoni. Ana pozitive e Akrepit, me thënë drejtën, as këtë nuk i gjeta se ka që u lodha të gjumur Peshoren, edhe kër erdi orët e Akrepi, miku ato buzi kamësës nuk e ka pa do të, kështu që kalojmë tek Shigjetari. Shigjetari është, i keni parasysh ato, kër shko me pa i shfaqe, dhe me thënë edhe është gjithmona i spektatorë që flej gjumë, gjithë kohën e mbyllë, dhe me thënë kër vazhdo shfaqe, dhe në fund shfaqes në rete duhet të roket më fort nga gjitha të tjerët, kjo është Shigjetari, pra duhet të roket më shumë se gjitha ato që pan shfaqe nga fillimi deri në fund. Ana pozitive e Shigjetarit është që duhet të roket, është aty dhe me thënë merë frim në komunitet, aty bashkë me gjithë tjerët. Kalojmë tek Bricjapi, shef të rezine vetë dhe nuk i plas trapi. Ana pozitive e Bricjapit është pikërisht trapi, dhe me thënë se s'ka kështë tjetër. Kalojmë tek Ujori. Ujori është mjarë, ma vajsha, dhe nga dali. Ke prasysh, Ujori është, si ta me thonë me gjuhën popullore shqiptarë, që të lagë sot e të romat. Dhe me thënë, ana pozitive e Ujorit sigurisht që të rrund të bëqos. Kalojmë tek shenja e fundit, por jo më pak e rëndësishme, peshqit. Përveç faktit që peshku, dhe me thënë, peshk
Të peshkët kishe qenë i Zotit do kishe dalë nga akvariumi për veç trajtiment. Përveç kësaj, do me thënë, sigurisht që ka dhe anë negative, peshku, pra ka dhe defekte, si për shembull Cheers, drama queen, e ke parasysh që bëj qimen tra. Ana pozitive e peshqit është që me traun që nxjerr nga qimet bën rregullon çatin e shtëpisë. Ky ishte pra dhe parashikimi i shenjave të horoskopit sipas Jona Vrionit. E di që gjithë do thoni Jona, po pse nuk u bën astrologe, kam humbur për kaq gjatë, do të thënë, por me kispet jetës nuk i dihet kur. Do shikojmë në sezonin tjetër të horoskopit. Përshëndes kolegin time Meri Sheu dhe i them që kujdes sepse keni konkurrente të fortë në treg. Faleminderit për vëmendjen dhe natë mirë. O bule fike ka